sonte do të flasim për paraqitjen e Mehdiut në kohën e fundit, e pastaj inshallah në takimin e ardhshëm do të kemi temën për zbritjen e Isait alayhi salatu wasalam si 3 shenja interesante paralajmëruese të ndodhjes së Kiametit. Këto 3 shenje, këto 3 ngjarje, do të thotë janë aq të lidhura ndërmjet vetes saqë nuk munden me u ndan të vërtetë. Për Mehdiun duhet ta kemi parasysh se në kohën e fundit, do të thonë në kohën e fundit të jetës së kësaj bote, para ndodhjes së Kiametit, do të paraqitet një njeri genealogjikisht pasardhës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë rrjedh nga familja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë njeri Allahu azza wa jall ka me ndihmu dinin, ka me forcu dinin. Ky ka me sundu 7 vite. Kanë ardhur disa transmetime tjera që përmendet 8, 9, mirë po 7 që është ma i sakti. Pastaj nëpërmjet këtij njeriu Allahu azza wa jall ka me e mbush tokën me drejtësi edhe me korrektësi, çashtu qysh është mbush paraprakisht me padrejtësi dhe zullum. Dhe ummeti islam në kohën e këtij njeriu, në kohën e këtij pushteti, ka me qenë një gjendje në kulminacion të mirëqenjes. Allahu azza wa jall ka me dhonë begati prej tokës edhe prej qiellit. Do thonë edhe shi ka me lëshu Allahu me bollëk, shi të bereqetshëm, por edhe toka ka me i dhonë bereqetet e veta, edhe pasuria ka me ushtu ashtu sa që njerëzve kur të ofrohet ndonjë ndihmë, ose ndonjë asistencë, ose ndonjë solidarizim, ose ndonjë pse jo, edhe sadaka, nuk ka me qenë me të nxehne, po ka me qenë me grushta, sa të mundet me marë. Do thonë qatë që ka me pas mirëqenje në kohën kur të paraqitet ky njeri. Ardhjen e tij e ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. Hadithe të cilat flasin edhe për përshkrimin e tij, edhe për emrin e tij, edhe për gjendjen në kohën e tij e kështu me radhë. Të gjitha këto hadithe kur të mirën edhe të analizohen, një kuptim që rrjedh prej këtyre haditheve del kuptim i pamohueshëm, kuptim i paluhatshëm, edhe i thon kuptim mutawatir, do të thon kuptim i cili s'ka hapësirë me u mohu. Do të thon hadithet kur të mblidhen të gjitha japin me e kuptuar se me të vërtet ardhja e Mehdiut është një ngjarje e cila i paraprin Kiametit, po është një ngjarje e pamohueshme, e vërtetuar shumë fort. Kur kemi folë për Dejjalin, kemi pasë në hadithe janë përmend detajet shumë të lidhur me te. Detaje interesante. Po njëkohësisht edhe së është sprove e madhe, që nuk ka përjetuar njerëzimi prej fillimit të ekzistimit i deri në ditën e Kiametit, sprove më të madhe se sa Dejjali. Përderisa për Mehdiun i kemi do detaje cilat për neve janë interesant, edhe duhet me i pas parasysh, mirë po nuk duhet me prit shumë muslimani. Me këto po duhet me paralajmëru, mos të bëhet vëmendja juve tash aktive për me këshyr çka pas ka interesant të ky Mehdiu. Për arsye se ajo që është interesant është ajo që duhet me kuptu na prej kësaj ngjarje, edhe ajo që duhet me kuptu na prej këtyre paralajmërimeve. Po s'pari do të fillojmë me citimin e asaj çka ka ardhur në hadithe, e pastaj do të mundohemi inshallah me nxjerr edhe domësime prej atyre paralajmërimeve. S'pari do të përmendim se ky njeri nuk është njeri i jashtëzakonshëm, nuk është pejgamber, nuk është njeri që zbret prej qiellit, ka me qenë njeri i rëndom. Bile e ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do të paraqitet në fundin e kohës një njeri, thot emri i cilit është sikur se emri im, edhe emri i babës ti është sikur se emri i babës tem. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se çaj njeri e ka emrin Muhammed ose Ahmed, se të dy këta janë emra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa baba i tij e ka emrin Abdullah, pa ose.
do thonë veç Abdullah. Andaj ky njeri prej kushteve që duhet me i plotësu, duhet me pas emrin Muhammed ibn Abdullah ose Ahmed ibn Abdullah. Prej kushteve tjera është se duhet me ardhë me qenë pasardhës i drejt për drejt i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, bile jo vetëm kaq, por prej pasardhësve të Fatimës radiallahu anha, a hala më saktësisht se kjo prej bijve të Hasanit të birit të Aliut radiallahu anhuma. Pra e dim se Aliu ka pas disa djem, mirë po prej Fatimës i ka pas dy njërë, Hasani dhe Huseini radiallahu anhuma. E prej Hasanit do thonë rrjedh Mehdiu, për dallim prej atij Mehdiut të imagjinum, të fantazum që e kanë shijat. Ata e kanë një Mehdi, e ai Mehdiu i tyre vjen prej Huseinit. Edhe ata pretendojnë, se është interesant kalimthi me e përmend edhe këta, se ka dallim shumë të madh, edhe pse na i themi Mehdi, edhe ata i thojnë Mehdi. Na i themi Mehdiu që pritet me ardhe, ata çështu i thojnë. Mirë po, ai Mehdiu i tyre është i imagjinum. Pse se thojnë ka lind në vitin 256 hijretit, ndërsa në vitin 275, do të thonë moshën 19 vjeçare, o mshef. Thuhet se ka hi një far podrumi dikon, një far bunkeri, një far kështu, edhe tash preçat i dakikur nuk dihet më kurrë për to, pritet me ardhë. Edhe koncepti i tyre për Mehdiun dallon prej konceptit të muslimanëve. Nga se ata bojnë dua vazhdimisht me dala i Mehdiu i tyre, shkojnë nga njëherë të ai bunkeri atje që ata pretendojnë se ndodhet në qytetin Samarra të Irakut, edhe e presin aty kur e shohin që po don më bë akşam e spodel, kthehen zhgënjyme, dëshpërume kështu me radhë. Nëse kryesorja ata atë Mehdiun e tyre e presin përveç tjerash, apo mbi të gjitha për me luftu kundër ehli sunnetit. Për këtë arsye, kush i ka përcjell ose kush i përcjell në vazhdimsi ngjarjet edhe lajmet e Irakut, e keni pa ka qenë, i kanë thonë përpara ushtria Al-Mehdi. Te na çështo shqip kur japshin lajmet thoshin ushtria Al-Mehdi. Ata i thonë Xheshul Mehdi, që do të thotë ushtria e Mehdiut. E çaj ushtria e Mehdiut që vepron, domethënë në Irak është një organizatë terroriste, një organizatë famkeqe e cila mas tepër me domethënë ja ka pru diellin me kry ehli sunnetit. Tu i vra, tu i prej, tu ja u marr shtëpia, tu i përzon, tu i masakru, tu i vonu, tu i bot gjitha të zeza. Që kjo është koncepti i tyne për Mehdiun, ndërsa koncepti i jon, koncepti i muslimanëve është sipas asaj që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ky njeri Allahu ka me bë sebeb që dunjaja me u mbush drejtësi, edhe korrektësi, edhe mirësi, edhe mirëqenie, çashtu qysh është e mbushur tash me fatkeqësi, edhe me dhunë, edhe me terror, edhe me padrejtësi e zullum e kështu me radhë. Bile për çat Mehdiun e tyne që pretendojnë ata se ka prejardhën prej Huseinit, shumë prej dietarëve edhe shumë prej historianëve thonë që s'ka ekzistuar kurrë. Do thonë është një mit, është një legjendë e cila kurrë s'ka pas, do thonë s'ka pas të bëjë me realitetin. Po sidoqoftë kjo, më shumë se çka s'po na intereson. Ajo që na intereson neve është për këto, për cilin ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë Mehdiu do ta ketë emrin Muhammed ibn Abdullah ose Ahmed ibn Abdullah. Abdullah njëjtë është. Për pasardhësve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, konkretisht prej bijve të Fatimës, konkretisht prej Hasanit radiallahu anhu. Këto informata janë interesant na me i ditë, sikurse kur kemi fol për Dejjalin, e kemi dhënë le të njoftimin me të gjitha dhënat e tina, edhe numri personal. Pse mos më nau përzi me ndonjë Dejjal tjetër? Sa është Dejjalli kryesori më i madh, atë Dejjalla ka sa dush. Se Dejjall do të thonë çka? Ai keni harru, gënjeshtar i madh, shumë i madh, që s'mund të më marrë nga të kërkosh. Informatat për shkrimi i Mehdiut gjithashtu është i rëndësishëm për arsye se gjatë historisë ka pas pretendent, ka pas njerëz që kanë mendu, jo që kanë mendu, por kanë thonë, unë jam Mehdiu. Ai për cilin ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam çaj. Pse bre jeti çaj? Thotë se unë e kam emrin Muhammed, baba jam e ka emrin Abdullah. Po ka jeti
ka qëllu me konë për Sudanit, për shembull, ose për Pakistanit, ose për Bangladeshit, ose ku ta diun se çka, po s'mon është ti me konë me Medio. Se nuk e ki rojen, nuk e ki qysh na ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mjafton veç me thonë e kom emrin Muhammed edhe baba emrin Abdullah edhe u kry muhabeti. Jo, na i njekëm në ADN na jena shumë të përpikt. Edhe e vrejmë se nuk mundet dikush me pretendu fundja, ajo nuk është edhe krejt nuk është me pretendime. Bile e ka përmend Ibn al-Qayyimi rahimahullah, djetari i njohur Ibn al-Qayyimi, thot shejtani çaq ka arrit me i mashtru njerëzit, sa që ka pru shumë shembuj Ibn al-Qayyimi, po njëri prej aty në shembuj po më kujtohet. Thot ka shku te një njeri që e ka pas emrin Ahmed, baba i tij e ka pas emrin Ibrahim. Edhe i ka thonë shejtani, ti je Mehdiu. Ka thonë, qysh unë e Mehdiu, kur unë e kam emrin Ahmed, se kam Muhammed. Po ka thonë edhe Ahmed është emri i pejgamberit. Mirë, po baba jam emrin Ibrahim, se ka Abdullah. Po ka thonë Ibrahimi a.s. është baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një stërgjysh i tij që meriton me u quajt babë. Edhe unal e ka thonë, një me ka interesant kjo punë, si duket unë e kokna. Edhe e ka mashtru shejtani, ka fillu dhe në thotë me bo gjanat cilat nuk i kanë ra tamam këti, as nuk ka qenë mision i këti, as nuk është e drejt, as e sakt, as korekte, as islame, me uqu dikush me thonë, po kjo mas i s'ko ka pejgamber, se me uqu dikush me thonë, unë jam pejgamber i Zotit, sot, bëhet qafir, përveç që është rëndës, por rëndën shumë njerëz e bojnë kabull, s'ka gajle, ama, kur vjen puna të kufri, do thonë, ai që ka sa do pak iman në zemrën e tij, thotë ja valla, çto se kisha pranuani, pse me rajt hajt pjaxoj mi çare dyqysh. E tash, masi ky njeri s'ka ka pejgamber, pse mos më u çu dikush me thonë unë jam Mehdiu, edhe më mundu me i bë do punë tina, punë të mira, me mush dunjon me drejtësi. Nuk ka mundësi me ndodh për arsye se shumë gjana nuk janë me pretendime, nuk janë me dëshirat tona. Ato janë shumë gjana, e në kodrët që aty në shumë gjanave, është edhe që kjo, janë rjedh e natyrshme e ndodhive, të cilën Allah Azza wa Jall ka me e pru ato si rjedhoj shumë normale. Nuk ka me ardhë me Mehdiu si kur Isa a.s. Isa a.s. për një me ardhë e ati është një ngjarje interesant. Pse se zbret prej qiellit, të umajt për 2 melekve, është e jashtëzakonshme. Mehdiu nuk paraqitet në mënyrë spektakulare, nuk paraqitet në mënyrë pompoze. Mehdiu paraqitet, kur thon paraqitet, do të thonë vjen shprehje puna e tij, ashtu që sikurse e ka përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e udhëzon Allahu azza wa jall mrenda natës. Për këtë arsye edhe quhet Mehdi, se Mehdi nuk është emër, po është epitet. Do të thonë i udhëzuar. Do të thonë e udhëzon Allahu mrenda natës. Kanë dhënë dietarët komente të ndryshme lidhur me çto e udhëzon Allahu. Se është interesant me e ditë se kur thuhet për dikon e udhëzon Allahu, shkon mendja afu. Për shembull, e ka udhëzuar Allahu në Islam, mos u kon kafir, mos u kon ateist, mos u kon kështu, ose e udhëzon Allahu, mos u kon fasik, rebel, e tash u bë burr i mirë. Çka është puna e udhëzon Allahu? Çka ka qenë përpara? Dietarët kanë thonë mendime të ndryshme. Disa kanë thonë jo, kjo gjithnjë ka qenë burr i mirë. Mirë po, brenda asaj nate Allahu e udhëzon që me e kuptu ky misionin që duhet me e bartë. Me u bë reformator, me u bë lider, me u bë udhëhec për smari. Disa tjerë, në mesin e tyre edhe Ibn Kathiri, rahimahullah, thonë jo, i ka do defekte. Do thonë jetën e tij deri atëhershme i ka do lëshime. Edhe Allahu azza wa jall e udhëzon mes tjerash me bë teube, edhe me u kthy për smari, me i eliminu të gjitha ato të meta të cilat i ka pas në veprimtarinë e tij. Sidoqoftë, duhet ta kuptojmë edhe mendoj se shumë afër logjikës është që ky njeri nuk ka qenë njeri i prisht, po Allahu azza wa jall e udhëzon, edhe nëse ka pas ndonjë lëshim në jetën e tij, me i lënë ato lëshime, edhe e udhëzon me e kuptu punën që duhet me e bë, se është përgjegjësi e madhe. Do të thonë me udhëheq një kolektiv është përgjegjësi e madhe për cilën për një nevojitet gatishmëri e veçantë. E përveç asaj gatishmërisë në aspektin e shkaftësive, që njëri do të me qenë lider i lindur,
Po përveç asaj, ai duhet edhe devotshmërinë me e pas më të theksuar se sa një njeri I cili jeton vetëm për veten e vet. Domethënë, lideri, udhëheqësi, devotshmërinë duhet me e pas më të theksuar se sa një njeri I cili jeton individualisht, se sa një njeri I cilin nuk e njeh kërkosh ose nuk I shkon kërkosh mas ose kërkosh si ka syt në te. Si do të qoftë, paraqitja e tij do të ndodh, thot do të vije nga një vend prej lindjes. Allahu e din tash, nuk kemi detaje në hadithe, nuk kemi detaje më të shumta me e ditë pse vjen prej lindjes, prej cilit vend saktësisht, çka e ka qit atje e kështu me radhë, po është me rëndësi se vjen prej lindjes, bile edhe do burra të mirë prej lindjes I vjen mas, edhe shkojnë me to dhe I thojnë na jemi argat tu, na jemi ushtar tu. Mirë pa I prej ati vendi ku paraqitet vjen në Qabe. Edhe në Qabe aty del botrisht puna e tij, merret vesh puna e tij, edhe shkojnë muslimanët atje me apo bejan. Me shpall, me paraqit lojalitetin e tyre ndaj tina. Do thonë me I thonë, ne për ty na ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çe ku jena namaz teje. Ti hec përpara namaz teje. Do thonë që kjo është ajo çka përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe çka përshkruan hadithet. Unë tash do t'i citoj disa hadithe në mënyrë që të mos mbetet ajo vetëm pretendim, se shpesh rinim njerëzit të thonë ka hadithe. Mirë po kur vjen puna asnjë hadith se përmend. Pavarësisht pse hadithet ekzistojnë, mirë po na po jesim tani të etshëm me ditë ku janë ato hadithe, çka thonë saktësisht ato hadithe e kështu me radhë. Hadithi I parë që do ta përmendim është hadithi I cilin e transmeton Ebu Said el-Khuderiu. Para se me I përmend hadithet, po du me ju përmend një gjë. Te Buhariu dhe Muslimi gati se nuk ka asnjë hadith për Mehdiun. Mirë po, edhe pse nuk janë në Sahih Buhariut dhe të Muslimit, shumica e haditheve ose hadithet që do t'i potencojmë, krejt janë hadith sahih. Kështu që mos na hutoj se ka pas njerëz që e kanë kundërshtu këtë temë, këtë çështje, kanë thonë pralla janë këto. Pse? Se me paskon e vërtet Buhariu dhe Muslimi I kishin pru ato hadithet e tina në librat e tyne. Mirë po ka plot hadithe tjera që janë të vërteta, edhe për atyne haditheve na marrin fe, besim, bindje, adhurim, sjellje, e që nuk janë te Buhariu dhe te Muslimi, po janë hadithet sakta. Kështu që këtë vërejtje po e jap mos me paramendu dikush se është ndonjë dobësi në argumentim pse ato hadithe nuk I shanojnë Buhariu edhe Muslimi. Do të thonë hadithin që do ta përmendim së pari është hadithi që e transmeton Ebu Said el-Khuderiu, I cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yakhruju fi akhiri ummati el-Mahdi. Në fund të umetit tim, do të thonë pjesën në kohën e fundit të umetit tim do të dalë, do të paraqitet Mehdiu. Yusqihi Allahu al-ghayth. Allahu azza wa jall do të jep atij shumë shi, shumë bereqet. O tukhriju al-ardu nabataha, toka ka me I dhon bereqetet e veta, o yu'ta al-mala sihaha, edhe ka me I dhon pasuni me bollok. Shumë ka me pas bagti, ummeti ka me u forcu, edhe thot ai ka me jetu 7 apo 8. Fjala është për vite, do të thonë ka me sundu 7 apo 8 vite. Një hadith tjetër, cilin gjithashtu e transmeton Ebu Said el-Khuderiu, qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po ju përgëzoj me ardhjen e Mehdiut. Ai paraqitja e tij do të vjen pasi që njerëzit paraprakisht janë përça, e janë coptu, e janë bë kështu, e kanë menduar do tërmete e kështu me radhë. Mirë po me ardhjen e tij Allahu azza wa jall ka me mbush dunjan me drejtësi, ashtu sikurse është mbush me padrejtësi edhe me zullum. Me te kanë me qeni të knaqun edhe banorët e qiejve edhe banorët e tokës. Dhe ai ka me dhonë, ka me nda pasunin, do me thonë me drejtësi edhe me korektësin mes njerëzve. Bile në disa transmitime, kur vjen të puna e pasurisë edhe e mirëqenjes, qëndron hala ma e detajizume kjo punë edhe kjo përshkrim. Thot vjen Mehdiu dhe I thot njerëzve publikisht, do thonë në grumbull shumë të madh njerëzve, ju thot a ka dikush që ka nevojë për pare ose për pasuni. S'është më rëndësia janë pare që paramendojmë na apo ndryshe. Më rëndësia është pasuri me cilën kryhet punë, për cilën ka nevojë njeriu.
a ka dikush që ka nevojë për pasuri? Edhe thot nuk çohet kërkush. Kërkush çohet. Veç një njeri e ngrit dorën. I thot unë thot kam nevojë. Thot shko te, sikur me thonë me terminologjinë e sot, te guvernatori i bankës. Thot shko te ai depoisti. Edhe thuj Mehdiu më ka thonë me më dhonë. Edhe kur shkon ai aty, edhe ja përcjell urdhnin, ai thot si urdhno, apo do të më marr me grushta, apo do të më çit kështu, me ta mosh xhinin që kanë thonë përpara, apo do të më ti mosh strajca, çka po kishet? Merr. Edhe i jep shumë. Masi i merr ai gjithë ato sene, gjithë ato parë, me thonë, si nisët e brejnë ndërgjegja, thot subhanallah, krejt ata njerëz kërkush nuk u çu me lyp, veç unë çova me lyp. Për një me e qita vetën pozit keqe, edhe kthehet. Edhe i thot, merri këto pare se s'pidu. Thot, pse? Thot, vallaj, kërkush s'lypi, veç unë e lypa, nashta s'bona mirë dhe u bona peshman. A i thot, vallaj, po vjen keq, ama një sen që del pe i këtujt, këto s'kthehet, ma i ke marë, ma nuk i kthejmë mrapa. Do më thonë, që kjo është argument, që kjo është përshkrim, se sa ka me qenë mirëqenja e theksume, sa kanë me qenë njerëzit të pasun, sa kanë me jetu njerëzit mirë, sa kanë me qenë të ngopun në atë kohë. E pastaj në këtë transmetim e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ai ka me mbajt pushtetin ose ka me sundu 7 vite apo 8 vite apo 9 vite. Pastaj në fund thotë, ndërsa mas kësaj kohe s'ka më kur far hajri në ummetin tim. Pse? Se mas asaj mirëqenje e cila nuk vjen vetvetiu, mas asaj mirëqenje, mas asaj shkojnë punë të ra, edhe unë mendoj në bazë të leximeve, të argumenteve, të ajeteve, të haditheve, ramja mas kësaj mirëqenje, mas ti kulminacioni në të gjitha aspekteve, ramja ka me qenë drastike, se shumë shpejt mas asaj tani ka me ndodhë kiameti. Do thonë shumë kanë me ndodhë zhvillime me një dinamik të shpejtume mas ardhjes Mehdiut, sa që shumë shpejt mas tani ka me nëse bon me thonë ka me uprish dunjaja dhe ka me ndodhë kiameti. Në hadithin që e transmeton Aliu radhiyallahu anhu, e që e shënon Imam Ahmedi, hadith sahih, që ndronë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el Mehdi minna ahlul bejt, yuslihuhu Allahu fi lejla. Mehdiu është prej neve, prej ehli bejtit, dhe Allahu ate do ta përmirësoj, do ta bëj Mehdi mrenda natës. E përmenda pak më herët se çka do me thonë, ose çka mundet në një farë mënyrë me u kuptu e përmirëson ose e ndreq Allahu atë njeri mrenda natës. Disa transmetime ka ardhur edhe përshkrimi i tij fizik, në të vërtet janë vetëm 2 cilësi të pamjes së fytyrës së tij që janë përmendur në hadithe, në të cilat unë kam mujt me has, e nuk ka domethënë përshkrime më të gjerësishme. Thuhet se e ka ballin e gjan, do thonë flokët nuk i ka deri këtu, po i ka pak më lart, ballin e gjan, edhe hundën thot e ka të drejtë edhe të hollë. Do thonë një pamje, sipas këtyre përshkrimeve del një pamje e bukur. Se një njeri cilin Allah azza wa jalla zgjedh për diçka, sigurisht nëse është zgjedhja për mirë, edhe pamja ka me qenë e bukur, ashtu sikur se e kemi pa te përshkrimi i Dejjalit, se pamja e tij është e shëmtuar për arsye se edhe misioni i tij është negativ, domethënë në këtë dunja. Në një hadith tjetër që transmeton Jabir ibn Abdullahu radhiyallahu anhu, qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, zbret Isai i biri i Merjemës. Inshallah në dersin e ardhshëm do ta kemi këtë temë. Zbret, domethënë zbret prej qiellit në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndërsa thot emiri, udhëheqësi, lideri i muslimanëve, Mehdiu, i thot, hajde edhe falna namazën. Se dia e kom përmend, po ja vlen për ta kuptuar më mirë këtë hadith. Zbritja e Isait alayhis salatu wasalam ndodh në kohën e namazit sabahut. Do thonë thirrët e zani, përgatiten për namaz, falin sunetin, edhe kur bën gati për namaz musliman, bëhet ikametin, në çato momente Isai alayhis salam jam rrin. Edhe tash Mehdiu kur e njeh se ndodh në mënyrë të pamohueshme të shëdin musliman,
Edhe I thot hajde urdhna, banu imam. Atëherë Isaja a.s. I thot jo, ju jeni imam edhe ju jeni pris të njëri tjetrit, do të thonë ju ummeti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot tek kerimet Allahi hadhihi al-umma, kjo është nderi që Allahu ja ka bërë këtij ummeti. Para mendoni Isa I biri I Meriemës, një njeri shumë I madh. Do të thonë një autoritet I pakontestueshëm, që kërkush të thembra s'mundet me ju arrit, me ju afru për këtij ummeti. Megjithatë refuzon me dal imam. Pse? Se thot Allahu e ka nderuar këtë ummet. Ju bëheni udhëheqës, ju bëheni imam, ju bëheni prijes të njëri tjetrit. Në tjetër hadith gjithashtu qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, prej neve është ai, do thonë prej familjes time do të rrjedh ai njeri, ose prej neve muslimanëve, është ai pas të cilit ka me u fal Isai I biri I Meriemës. Do thonë ato momente kur zbret Isai, boti kameti, lidhen namaz, Isa a.s. s'pranoi me dal imam, po s'mundu me paramendu që s'falet. Përkundrazi ai lidhet në saf bashkë me musliman, do më thonë falet mas njënit prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë hadithet që I përmenda nuk janë të pakta, ka disa hadithe që e potencojnë saktësisht se për cilin njeri është fjala, për që të Mehdiun I cili e ka emrin si të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, baba I tij si emrin e babas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kohën, mënyrën, çysh do këtë e kretë kështu me radhë. Mirë po ka edhe hadithe tjera, cilat flasin në mënyrë pak më të përgjithshme, mirë po flasin për një lider të drejtë dhe të mirë të muslimanëve, I cili ka me mbush dunjan me drejtësi në akhir zaman, në kohën e fundit. Edhe këto hadithe tash, këto tjerat që janë pak më të përgjithshme, edhe këto janë të shumta. Po sipas gjitha gjashave, kur të analizohen edhe kur të krahasohen, fjala është për të njëjtin njerive që në disa prej tyre nuk është përmend me emën me mbiemën, ose nuk është përmend me epitetin El Mehdi, por është përmend vetë si udhëheci ose prisi ose sundimtari I drejtë I muslimanëve. Ajo që është më rëndësi të kuptojmë prej këtyre fjalëve, është që ta dimë se me të vërtetë hadithet që flasin për këtë temë janë të shumta. Edhe ato dëshmojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I ka përmend vetëm një herë këtë punë edhe hajte I vallah. Mirë po e ka përmend shpesh herë dhe I ka paralajmëruar musliman, ose më mirë me thoni I ka përgëzuar musliman, se një prej versioneve ke u beshirukum bil Mehdi, po ju marr myshtet që ka me ardhur Mehdiu, që do të thonë se ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të ndryshme, shumë herë ka bërë përshkrime të ndryshme. Ajo që është më interesant e ka përshkruar mënyrën e sundimit të tij, mënyrën e sjelljes së tij, edhe gjendjen e muslimanëve, gjendjen e ummetit në kohën e tij, që gjithsesi është shumë e rëndësishme, ndoshta shumë më e rëndësishme se sa disa detaje tjera të cilat edhe nuk janë përmend në hadithe. Prej çtyne posaçërisht për kësaj të fundit që u përmend për punën e ikametit, namazit sabatit dhe imamllëkut e kështu me radhë, do thonë duhet t'i kuptojmë dy gjëra kryesore. E para, kur të vjen Isa a.s., ky njeri veç është në pushtet. Do thonë muslimanët janë të konsoliduar. Ekziston hierarkia, ekziston emiri, udhëheci kryesor, halifja, që ky Mehdiu, do thonë që ky njeri veç I ka qit punë në terezi, punë e muslimanëve në momentin kur vjen Isa alayhi salatu wassalam. E dyta, lideri po falet. Po them, nuk jemi të folë për kohën e Khulefai Rashidinëve, për kohën e Abu Bekrit e Omerit, po flasim për një kohë hala më vonë se koha jonë. Mirë po veç sikur të kishim folë për kohën tonë. Lideri I pari I shtetit po falet me musliman, mashallah. Shumë sa një mirë, Zatën, mos flasim për tena, që tena është hala ëndër. Edhe e kom thonë një herë, po e thonë prap publikisht para juve. Kom thonë, kisha pas qef që ta liderat tonë të shinkon bile munafika. Bile munafika. Edhe pse munafiku është kategoria më e urrejtur në Islam. A njeri I cili një punë që duhet me e bë për Allahun, e bën për njerëz. Të thonë, ai s'falet për Allahun, falet me e pa njerëzit, munafik është. Allah azza wa jall thot ata në pozicionin më të ulët në xhenem. Unë kom thonë për staton të kishim pas shef bile për atër tonë të shinë sjell ka dera e xhamisë.
s'po flas për të na. Në botën arabe liderët nuk falen. Nëse falen para reflektorave dhe para kamerave. Mirë, por nuk dalin me fal namazin me musliman. Andaj, ky njeri që sipas përshkrimit ka me qenë lideri suprem, unik, s'kan me pas musliman 50 shtete edhe 50 lidera, por një kanë me pas, këtë musliman kanë me këtë umeti ka me qenë mas ti, edhe që ky njeri tash po vjen të e fshi abdesin ose të pik, së është me rëndësi, edhe po i thot muezinit, boni kamet se erdha une, boni kamet se erdha. Edhe jo vetë që e kam prit për me konë kënë saf, po e kam prit për me u boj imam, e me u boj imam i muslimanve. Do të me konë i ditun, do të me konë i devotshëm, do të me konë i zoti, do të me konë, e kam fjallën një imamlok pak ma trangët ma të naltë, jo imamlok që të sikur tona, një xhamin në skajtë qytetit Gajle Madhe. Mirë, edhe pse gjithkon, ma i knushme dhe ma i dishme do të me dal imam, mirë po du me thonë se, kë njeri ka me qenë shumë i ditun, edhe ka me qenë shumë i devotshëm. Ajo që na e bën neve me kuptu se ka me qeni ditun, është fakti se muslimanët e qesin imam, e presin, zbojni kamet pa ardhaj, ka dalë se so ardhaj maj ditun i jone. E dyta, është i ditun për shkak se ky e njeh Isajin e të birën e Merjemës. Do thotë po e shet të zbrit, të afrua dhe po i thotë, ky është Isaj, ja din vlerën, din me tregu respekt, edhe i thotë hajde urdhna, ja thot, ti ki me qenë imam. Edhe vetë konfirmimi që Isai a.s. ja bën atij për me mbet, me vazhduaj me qenë imam, do më thonë tregon se ky njeri është me të vërtet me vlera të veçanta. Njerëzit, thash, ka pas prej dietarëve disa, edhe jo prej dietarëve, jo prej eminencës dietarëve, mirë, megjithatë ka pas disa që kanë thonë ja, Mehdiu s'po ndoket që është diçka shumë me vend, prap po them janë mashtruar për shkak se hadithet asnjë se kanë pasur që është në Sahihun e Buhariut ose në Sahihun e Muslimit, edhe kanë menduar se njerëzit janë ndiku prej atyre që kanë thonë tjertë, edhe hajt tash të bëjmë edhe nani me heditonin, mirë, por nuk është e vërtetë. E vërteta është se argumentet për këtë janë të pamohueshme edhe musliman është mirë me konsideru një gjë si të vërtetë. Tash, pavarësisht, nuk është prej kushteve të besimit, që njeri me besu ardhjen e Mehdiut. Mirë po, nëse e kemi të qartë, masi na janë citu argumentet e vërteta, hadithet e sakta, atëherë nuk kemi hapësirë as pak për me i mohu ato argumente për arsye se masandej e bim në diskutim edhe imanin ton, respektin ton për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra anë është mirë me edit, do më thonë, me edit ndodhit qysh kanë me rjedhë simbas paralajmërimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me u njoftu me shenjat paralajmëruese të kiametit për arsye se kanë herë njëri edhe nëpërmjet tyne është në gjendje më shumë edhe me rrit imanin e vet, po njëkohësisht edhe me organizu jetën e vet ashtu qysh është më së miri. Jo përmenda pak më herët se ka prej njerëzve, ka pas në vërtet gjithë gjatë historisë që kanë pretenduar se janë Mehdiu. Po them, kjo është pak më e lehtë, asnjë prej tyre s'ka pretenduar se unë jam Isa alayhis salam. S'është pak më zor me improvizu. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ka me ardhur Isa alayhis salam, mirë po ka treguar se ku ka me zbrit. Ka me zbrit te minarja e bardhë lindore te xhamia e Damaskut. Do thonë është përshkrim bajgi i detajzuar dhe i sakt që s'mundet tash një njeri me uqu me thonë unë jam Isa alayhis salam, ku ke zdryp në Tavnik. S'mundet me ndodh, nuk improvizohet kësaj. Por derisa për Mehdiun vjen ka lindja punë e madhe. S'ka ndonjë vend, s'ka ndonjë kështu, plus asaj s'është pejgamber. Hajt, edhe njerëzit domethënë, ju thash edhe më herët janë mashtruar. Ndoshta dikush edhe pa qëllim të keq. E ka pas babait jamrin Abdullah, ky emrin Muhammed, kur rrit i ka lexuar këto hadithe, more ka thonë mu po mbikan çto. Edhe ka mashtruar shejtani ose e kanë mashtruar rrethanat, s'është me rëndësi dhe ka filluar me pretendu se ky është ai njeri i madh. Mirë po, e vërteta është se nuk është. Andaj ne shpesh kur i kemi të dhënat, i kemi informatat, edhe del dikush
Edhe thot, ja Allah, unë jam qështu. A na e dim se, si mbas asaj që e dim na saktësisht prej fesë. Qaj që ka po pretendon aj, edhe kjo që është në fe nuk përputhot, atëherë që ati i thonë, më na bo Allah, por na për qiftin tonë mendojmë që je gënjeshtar. Sikur se mu qu dikush me thonë që tash Zotim ka zgjedh për pejgamber. I themi, na vjen keq, po nuk ka hapësirë as 1 milimetër na me besu për një gjatë tillë, për arsye se Zoti derën e pejgamberisë, jo vetëm që e ka mbyll, po çka e ka bë? Edhe e ka vulos. Do thonë një gjë kur të vulosët, çka do të thonë? Zguxon mos çel. Nuk ka punë lehtë. Vulosët i çitët blomba, ajo mos zguxon mos çel. Kjo është puna e pejgamberisë. Edhe puna e Isës alayhis salatu wassalam, zor me u improvizu, ndërsa për këto tjerat njerëzit kanë improvizu. Po them, nashta mas leti u konë për ata që për gafletit ose për ignorancës e kanë bo. Mirë po ka pasë edhe të atilë që e kanë bo me qëllimet këqia. Edhe kryesisht kanë fillu me deviju, edhe me deformu dinin. Ne mund të qasoj që unë jam Mehdiu, hajde një tash ju mas meje e kështu me radhë. Me gjithate, si mbas përshkrimeve dhe si mbas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai Mehdiu, ai vërteti, çka bëhet me ta? Çka bëhet me ta? Falet. Ha? E pret i kametin e sabat, thot bani kamet, hajde se po falet. E mbush dunjon me drejtësi. Do të thonë është njëri i drejtë, kështu që kur të shish një zullumçar, edhe thot unë jam Mehdiu, pa smundesh me kon Mehdiu, sa ai Mehdiu jon i drejtë ka me qenë. Ai Mehdiu jon ka më u fal. Kjo thot unë jam Mehdiu s'falet për shembull, ose kështu me radhë, se shumë shpesh njerëzit me djallëzi të ndryshme edhe me dinakri të ndryshme i kanë shfrytzuar citatet kuranore ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me i nështru njerëzit ose për me i shti njerëzit me ju besu, me keq përdor besimin e njerëzve në përmjet ajete dhe haditheve, duke i deformu ato edhe për me ardhë deri te qëllimet e veta. Andaj veç epiteti Mehdi tjep me kuptu që nuk bën me kon rëndës, nuk bën me kon zullumçar, nuk bën me kon që s'falet, nuk bën me kon i padrejt, nuk bën me kon kabullxhi e kështu me radhë. Në tjetrën anë, edhe rrethanat historike ose geopolitike që ju thojnë, të paraqitjes së Mehdiut është mirë me i pas parasysh. Kanë fol dietarët, kur i kanë trajtu këto hadithe edhe këto citate, kanë fol, a ka me qenë ummeti në katastrofë, edhe vjen Mehdiu e tani i rregullon krejt punë, apo ummeti ka me fillu me u përmirësu, e masanej paraqitja e Mehdiut është vetë si kapak i asaj pune. Me e marë logikisht, po edhe me argumente me i marë, do thonë delë se që kjo e dyta është ma e saktë. Jo që ummeti është katastrofë, 1 miliard e sa musliman janë, 1.000 kusur milion musliman, tonë e kanë hu rrugën edhe tash vjena i ka një i kapë, s'ka vakt, 7 vjetë ka me sundu, s'ka vakt me kriju atë mirëqenje, s'ka vakt me arrit atë regull, atë mirësi, për 7 vjetë, as për 70 vjetë nuk arrijet. Pse po themi nuk arrijet për 7 vjetë? Pse s'ka mujt me arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 23 vjetë. Edhe i garantum, i ndihmum me shpallje, i urt, i mençëm, tonat mirat i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 23 vjetë ju kanë dashur, hajde pak me i marr kom ummeti islam e masanin me vazhdu do të thonë prosperiteti edhe përparimi edhe në vitet e vijim. Në bazë të kësaj do të thonë themi se Mehdiu kur të vjen, gjendja e ummetit një farë mënyre ka me qenë e mirë. Gjendja e ummetit ka me qenë e mirë. Ekzistojnë do paralajmërime. Paralajmërime kur thome kam për qëllim kuptimin negativ. Që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo ditë që vjen ma e ligë, ma e keqe se dita paraprak. Kështu që dita e sotme, situata në kohën e sotme, është ma e keqe se situata para 500 vjetëve për shembull. Për muslimanët është fjala. Kush ka ymër, mas 10 vjetëve, ka me qenë ma keq se sot, e kështu me radhë. Kjo është një paralajmërim i përgjithshëm, mirë po s'don me thonë se s'ka me pas përjashtime. E përjashtimet mundëm me i marrë me analizu edhe konkretisht, praktikisht, për shembull në vendin tonë. Para 20 vjetëve ose para 30 vjetëve, në aspektin fetar
Po flas për mbrana oborrit të xhamis, edhe çka lidhet me xhamin. A ka qenë ma keq, a sot është ma keq? A Xhazer? Sot është ma mirë. Sot është ma mirë. Krejt kush ka qenë dëshmitari asaj kohe, do thonë këtë pranojnë që çka lidhet me xhamin edhe me fenë edhe me namazin, sot është ma mirë. Për arsye se sot është e mërkure mes akşamit edhe yacis, që ka xhamat për Bajramin po para 30 vjetëve. Do thonë që kjo tregon se sot është ma mirë. Kështu që çto janë përjashtimet. Në tjetër anë shkojnë duke u bë do përjashtime dhe do përmirësime në mënyrë që për një mend që ai 7 vjeçi i udhëheqjes edhe i sundimit të Mehdiut për një me qenë që ashtu që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bereqet, me bollëk, me mirëqenie, me kështu me radhë, me kështu me radhë. Besoj që arrita me sqaru nuk vjen ndrim brenda natë. Çati njeri Allah diçka i bën brenda natë. Diçka ai merr vesh brenda natë. Mirë po, pjesa tjetër e umetit gjendja e tyre nuk ndron brenda natë. Çto po du me e bë të qartë, por gjendja e tyre ndryshon gradualisht duke shku duke u përmirësu, nga se ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khilafetin në sipas metodologjisë së shpalljes, i cili do të kthehet edhe një herë te muslimanët. Do thonë edhe një herë muslimanët kanë më u kthy për smari ashtu siç ishin kanë. E ajo nuk arrihet nëse themi se ky umet ka me shku veç te poshtë, ose në përgjithësi njerëzimi ka me shku veç te poshtë ose duke u prish. Pra duhet me e pranu se pavarësisht se është një paralajmërim përgjithshëm që çdo ditë vjen më e ligë se ajo paraprakje, megjithatë kanë mendovë edhe përjashtimet, kanë mendovë edhe gjanat e mira, kanë mendovë edhe përmirësimi si kulminacion ose si përfundim, si epilogjes cilës ka me ardhur edhe vetë paraqitja edhe sundimi i Mehdiut në ato 7 vitet e pushtetit të tij. Nëse dikush ka qef se i një ka njëherë muslimant, ata pak ma entuziast kanë lexu ose kanë një ose që sonte për shembull kur dalin për dersit, sigurisht dikush për juve ose ton keni me komentu ndërmjet veti, au ish interesant që kjo punë ose kështu me radhë. I një njerëzit kanë erë të thonë, qa po u boj ka mirë, po vi ka Mehdiu, edhe po na rahatoj ka të tonëve. Muslimani nuk do të me mendu që shto. Muslimani nuk do të me mendu që shto. Në rregull është me mendu dhe me besu që çaj që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çaj ka me ndodh. Mirë po me i mbyllur në syt ose me ushtri. Edhe me thonë se po pres Mehdiun se ty bes po kam çka me bë. Ose po pres Isa alayhis salam çaj vjen e myt Dejjallin edhe na rahaton edhe petina. Nuk është kjo ajo e cila neve kam na liru për përgjegjësisë. Përkundrazi, duhet ta dimë se derisa Mehdiu, një njeri kaq i madh, një personalitet kaq i madh, i paralajmëruar me ardhja e tij. Megjithatë, po u lag ka, edhe po bikan sejdë. Po u bëj ka ikameti, po u fal ka namazi. Isa alayhis salam po vjen, para mendoni. Po vjen edhe po hyn në saf. Do thonë çta dy njerëz, çka është të mëdhej. Në kohën e tyre, edhe asnjëri prej tyre s'po thot, valla është zamani që asisoj gjysën e haditheve pilon, pishpallën të pavlefshme, ose disa ajete, ose kështu me radhë, valla, do obligime s'po muj me i kry. Kisha pas qef me u fal, po s'po muj me u fal. Kisha pas qef me u dok si musliman, po s'po muj. Kisha pas qef me u vesh si musliman, ose si muslimane, mirë po qa, përse çka përna bojnë. Por derisa këta dy njerëz të mëdhej, nuk po i lejoj kanë vetës, me lënë diçka anash prej udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall. Atëherë kish me qenë lajfitje, humbje, dalalet, devijim, edhe gabim shumë i madh, për cilin do pej neve me thonë vallahi, le, inshallah po vika çaj njeri i mire, po na ndresh ka do punë se unë s'po kam çka me bë. Jo vllazën. Çdo njëri prej neve do të me i kuptu obligimet që i ka, edhe me u mundu maksimalisht me i kry ato obligime. Do thonë me e dhonë maksimumin prej vetës për me i kry obligimet që i kemi, Allahun me e besu drejt, me krejt ato që ka kërku Allahu, namazin me e fal, davet me bo, njerëzit me u mundu me i kthy ka e mara, me i mundu me i udhëzu, për këtë din me sakrifiku, që ka kërkohet prej neve, edhe që ka kemi mundësi. Krejt qëto, kur t'i bojmë me maksimumin e mundësive tona, atëherë kemi me thonë, o Allah, e di që
e di që ajo që kërkohet prej neve është shumë më e madhe, po ç'kjo është mundësia jem, ndërsa ti nuk e ngarkon askënd për te mundësive të veta. Ka se Allah Azza wa Jall ka thonë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon, se obligon asnjë njeri për te mundësive të tija. Fjala wusa ka kuptim të gjanë. Për arsye se edhe bukfalisht do me thonë gjerësi. Do thonë maksimumi i mundësive, kufini i gjanë i mundësive. E për te që ati kufini të gjanë, Allah së të ngarkon. Ndërsa ky i ngushtit cilin ti e ke imaginu në mendjen tënde, edhe mundosh me u justifiku, këtë Allah Azza wa Jall nuk vlen. Kur mos tuj s'po muj me u fal, kur mos tuj s'po muj me ardh në ders. Vallai se hajtë se e blet se den, ama këtë lojën mundialit po më kalon s'muj me e këshyrë tjetër kon, s'po shitën CD-jat e mundialit. Humbje e madhe nëse ka ndonjë musliman që ka mbet të këshyrë futball sonte edhe s'ka ardhur në ders ose s'ka dalë në xhami, vallai humbje e madhe është për çat njeri. Edhe mos u mashtroni, unë kom pas shef, edhe e kom pas ndërmend me u bë apel muslimanëve mos e këshyrni futbollin gjatë që ti kampionati botnar. Për inatit shkijeve mos e këshyrni. Se shkijet e këshyrin, ju për inatit tyne mos e këshyrni. Kjo është e para. E dyta, për inatit shejtanit mos e këshyrni. E treta, ka sa ndeshje në dit i këshyrin musliman. Ka 3. Kështu po thot një vlla, se me bo kështu rrezik. 3 ndeshje, herë një orë gjys, bojnë 4 orë gjys. Vetë gjysore, pe që atyre 4 orëve. Do thënë 4 orë, flej. As qutë mos rejtë, s'ka lidhje, le të hupin. Apo qatë gjysore, banë diçka për Allah Azza wa Jall, ama qatë o lojë mos i këshyrë. Se wallahi, kur dilsh para Allah Azza wa Jall, Allah ka me të vetë. Çka ke bo me kohën tone? Dy pyetje, s'ki me mujt hapin me e qitë. Hapin, s'ki me mujt me e qitë. Ngoni motra, se këto fjalë vlenë edhe për juve. Pavarësisht ta këshyrni ju futball as këshyrni, ama kjo çka po flas vlenë edhe për gra. Hapin nuk ki me mujt me e qitë në ditën e kiametit pa u përgjigjë në 4 pyetje, e për aty në 4 pyetje 2 kanë të bojnë me kohën. Njëna është jetën ku e ke kalu, edhe e dyta, e rinin ku e ke shpenzu. Do thonë për çta sahat që rrini para televizorit të këshyrë ndeshjet futbollit, 2 herë kam ju pyet Allah subhanahu wa taala. Andaj le të mbyll syt çdo njëri prej neve, edhe le ta paramendon veten të vdekon. Në varr, a kishe pas qef me e kalu qatë kohë para televizorit, a kur t'jesh në varr ma shumë kishe pas qef mos të kishe këshyrë. Ose paramendon veten ke dal para Allahut Azza wa Jall me dhon llogari. E s'po mundesh me ecë, se ki me dhon në 4 pyetje, ki me dhon përgjigje. Ose po pret me të dhon fletushka, ose me të peshu veprat. A kishe pas qef të kishe këshyrë futbollin, apo të mos e kishe këshyrë? Unë ju garantoj se çdo njëri kish me thonë, mos të kisha këshyrë atë viran. Andaj, nëse deri sot dikush ka gabu, pe sot e tutje, bëni teube pe asaj pune. Mos mendon dikush se unë po them me këshyrë futboll është sikur se me pi alkool. Mirë, po me këshyrë futboll është humbje e kohës, edhe për humbje të kohës njeri do të me bë teube. Andaj për humbje të kohës bëni teube. Edhe vendosni që prej sontit mos me humb kohën. Mos me shku me këshyra vreta të çafira, subhanallah. Do të thonë shumë ka komplikime aty. E tash pse i dhash zor kësaj pune çka shumë, as ka tema më me rëndësia? Çto shihet serioziteti i njerëzve, edhe serioziteti i muslimanëve. Po dojmë me fol për Dejjalin edhe me edit për me urujt për tina, po dojmë me fol për Mehdiun, që me thonë elhamdulillah që pas ka me ardhë bile në akhiri zeman për Isën a.s. Mirë, po na ku jemi? Na ku jemi në këtë muhabet, edhe në këtë këto nxarje, na ku jemi? A do të me flejt, a do të me u balsamu, me thonë të tim në friz, edhe kur të njën dikosh që ju parasit Mehdiu, le të na shkrinë që atëherë, të dalim shkojmë me to. Jo, Allah, na jemi të gjallë, cilëve Allah Azza wa Jall ju ka dhonë mundësi, cilët Allah Azza wa Jall i ka obligu, i ka ngarku me obligime, edhe për këto obligime kena me dhonë përgjithësi për Allah subhanahu wa taala. Andaj nuk do të me prit në atë mënyrën pasive, edhe me humb shpresën me thonë se vallahi veçaj po e moshka dunjon me drejtësi, veçaj po i qitë ka punë në terezi. Jo, edhe na mundëm me bot diçka. Shumë prej neve, si në konë kërkun hiq, dikush është bo sebeb. Ja tu mor lakmi, ja tu i fol dikush, ja tu edhe, elhamdulillah e ka gjithë. Sa ka qasi njerëz, o vlazën,
edhe mashkuj, edhe femna. Ka sa dush që si njerëz cilët janë të humbunit tanë, janë njerëzit cilët presin na me shku me i ka përdorim i thonë hajde bre se po mahet një ders në xhami, ose që ta jepi një CD, ose që ta jepi një libër, ose hajde falim një namaz me mu. Na ndoshta të qohëm falem të shtëpia, edhe në shtëpi kemi njerëzit cilve veç njëherë do të më thonë çu bre falem me mu, edhe të qohet me u fal. Po nashta nëse jo me njëherë, me 100 herë, a i ke thonë dikuj 100 herë falo, familjarëve të tua, ju ke thonë 100 herë falo. A këne i thu valla më dhimën, me bo me i pa në xhenem, më dhimën. Me bo me të dhimë, ose me kone vërtet që po të dhimën, silësh ndryshe. Njeri cilit dikush i dhimbët, silët ndryshe me ata njerëz. Andaj prej këtyne llafeve, prej këtyne muhabeteve, prej këtyne fjalëve, na tut me kuptu punën tonë edhe obligimin tonë. Mos me elon vetën, masanit po na dhen, edhe po na digjet zemra kur po nim, valla filan vajzën, filan muslimanën, në viti e kanë përjashtu për i shkolle për shkak të shamis. Wallahi për shkak të gjunave tona në Mitrovicë. Wallahi billahi, për shkak të gjunave tona që ato atje përjashtojnë për i shkolle. Edhe për shkak të gjunave tona, të gjithëve zbashku, edhe për shkak mes tjerash, edhe pse këshyrim futball, bo aki nesër aprovohet ligji që asnjë vajzë mos me mujtë në shkollë me shku me shami. E çka do të me bo? Do të me bo teube. O Allah thuj, o Allah, lutja Allah azza wa jall, mos lejo që muslimant me pësu sherrë janë. Mos i ndashko muslimant sherrë i gjunave të mia. Çështu do të çdo njëri prej neve, dhe kjo është minimumi. Nën qito s'bën me ra, a ba shumë se kjo ka edhe sene tjera. Kur të shish vetëm, në shtatë mushët menja, valla unë jam i mirë, po mundona mos me po gjunave, po mundona me koni përpik, mirë. Reflekto pozitivisht, rezato, le të ashojnë hajrin njerëzit, le të marrin lakmi njerëzit prej teje. Nëse në qitë form i kuptojmë qëto gjana, atër s'ka dyshim se na kemi me u bona, është inshallah pjesë e qati përjashtimit që thash për përmirësim të vazhdueshëm. Fundja, kjo dunja është sprove, kom thonë 100 herë, po e thonë prap, nuk funksionon dunjaja që shkem qef na. Ka njerë skiqare pa ju përshtat dunjas. Do thonë dunjas i përshtat është se s'mundesh me e falë sabajnë ditën, po do të me falë natën, se qashtu funksionon dili. Për qef tonin dili, s'mundet me linë 8 saat, ju po linë në 4:30, shembull. Edhe na do të me ju përshtat. Po, kur dalim para Allahut azza wa jall, tani kemi me e pa se sa mirë ko akon me kon musliman. Sa mirë ko akon me e qu jetën tu e ndëgju Allahun azza wa jall, tu ju përule ati edhe tu e respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj, unë shpesh e kom dhonë këto si porosi, edhe po e përfundoj me qëto, po vllazën qëtë jetë edhe qëtë minut që kalon, kur mos mundëm me e këthy. Mirë po, kur del para Allahut azza wa jall ditën e kiametit, çdo njeri ka me dëshiru me u kthy edhe një herë, me bo ma mirë. Paramendo vetën që ke dalë para Allahut, edhe paramendo vetën tash në këtë moment u ktheve. Ta ka dhënë Allahu mundësinë për s'dyt me jetu. Çka po pret ma? Allah inshallah të gjithë na udhëzon në rrugën e drejtë. Na çon për sëmbari. Na dhuron udhëzim të vazhdueshëm edhe qëndrueshmëri në këtë dinë dhe në këtë rrugë, me kaq po e përfundoj këtë temë, mesi me shpresë që inshallah në takimin e ardhshëm me fol për zbritjen e Isait alayhi salatu wassalam.